Të nderuar qytetarë, të nderuara media. Sot, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ndërprerën në mënyrë të njëanshme marrëveshjen e koncesionit për shfrytëzimin e gëlqerës në lokalitetin Lavinçev në afërsi të fshatit Strashinc, komuna e Gazibabës, e nënshkruar me Melkam Engineering Shkup. Duhet falenderoj Kryeministrin, anëtarët e Kabinetit Qeveritar dhe Ministrën e Energjetikës të kompetencës të së cilës është fillimisht interesin e qytetarëve para interesit ekonomik të ndërmarrjes. Zonja Sanja Bezhinovska. Vendimi u mur për shkak të mangësive serioze. Koncesioneri nuk ka realizuar shfrytëzimin minimal për 20% sipas marrëveshjes 25.000 tonë në vit. Për vitin 2022, u nxorën vetëm 277 tonë, për vitin 2023 nuk pati aktivitet dhe për vitin 2024 u nxorën vetëm 187 tonë. Aktiviteti shpesh u ndërprej dhe nuk u respektuan obligimet ligjore. Koncesioneri nuk ka paguar taksën e koncesionit për sasitë e nxjerra gjatë 3 viteve të fundit. Inspektimi i jashtëzakonshëm i Inspektoratit Shtetëror për Energjetik, Miniera dhe Burime Minerale konfirmoi se koncesioneri nuk ka përmbushur marrëveshjen dhe ka pasur ndërprerje të gjatë në aktivitetin e tij. Me këtë vendim, ndalohet vlefshmëria e koncesionit dhe të gjitha institucionet përgjegjëse janë njoftuar për masat dhe veprimet e mëtejshme. Ky vendim është një mesazh i qartë se Qeveria dhe Ministria e Mjedisit nuk do të tolerojnë shfrytëzimin të pakujdesshëm të resurseve natyrore dhe të vazhdojnë të sigurojnë menaxhim të përgjithshëm dhe të qëndrueshëm të tyre në interes të qytetarëve dhe të mirës publike. Shëndeti dhe siguria e qytetarëve janë dhe do të mbeten prioriteti kryesor. Faleminderit.